Ndotja e rrjetit të ujësjellësit në Gostivar është një incident serioz i cili drejt për drejt rrezikoi shëndetin e mira qytetarëve. Kështu theksoi Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha. Lidhur me projektin për stacionin e filtrimit të burimi i Vrutokut, Hoxha shpjegoi se projekti filloi në vitin 2011 dhe përfundoi në vitin 2014. Pas përfundimit, bërimi DIAI ju dorëzua për menaxhim ndërmarrjes publike komunalese, e cila vepron në kuadër të komunës së Gostivarit. Niveli i parë i përgjegjësisë në raste të tilla sipas Hoxhës janë komunat. Furnizimi me ujë të pishëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësjellësit, grumbullimi dhe trajtimi i ujrave të zeza janë kompetencë komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal, të nderuar, është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit. Edhe drejtoresha e Inspektoratit për Mjedis Jetësor Ivana Ginovska fajin e hedh te komuna. Drejtoresha njofton se inspektimi i tyre tregoi se lidhja e paligjshme ndodhej 800 deri 900 metra larg tuvacionit kryesor që furnizon komunën me ujë të pishëm dhe u përcaktua se uji po merrej nga një masë uji që graviton në një kanal të hapur dhe nuk përmban leje që Ministria e Mjedisit i ka dhënë ndërmarrjes komunale të Gostivarit. Sipas lejes së lëshuar nga Ministria e Mjedisit, për çdo ndryshim që kompania publike e shërbimeve Gostivar ose ndonjë kompani publike e shërbimeve planifikon të bëjë, së pari duhet të paraqesë një kërkesë në administratën mjedisore, sektorin e ujrave. Ata duhet ta shqyrtojnë atë dhe të japin miratimin ose refuzimin, sepse ky është një tubacion që shërben për ujë të pishëm, apo jo. Këtu duhet të bëhet fjalë për kushte të jashtëzakonshme sanitare. Një kërkesë e tillë te ne në ministri nuk është deri më sot. Se pompat kanë qenë të vendosura ilegalisht, e tha dhe drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Oliver Milanov njoftoi se rezultati i fundit i Qendrës së Shëndetit Publik Gostivar të bërë më 29 qershor ka qenë se uji është i sigurt për përdorim. Sipas marrëveshjes midis së Qendrës së Shëndetit Publik dhe Ndërmarrjes Publike Komunalec, mosat merren një herë në muaj nga 8 pika matëse. Herën e fundit që ne, si Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, morëm rezultate nga Qendra e Shëndetit Publik e Gostivar, ishte më 13 korrik dhe uji ishte i sigurt. Ai bëri me dije se ndalesa që kanë bërë më 17 korrik për konsumim të ujit në Gostivar vazhdon të mbetet aktive, kurse paralajmëroi të gjithë operatorët e ushqimit që nuk e respektojnë këtë ndalesë se do të sanksionohen.